Sherria ka origjinën në vitin 2015, pikërisht kur Angela Martini me Birën Tirana, pronarët asaj kohe, bëri një kontratë. Kontrata ishte për një vit dhënie imazhi dhe në 2015 Angela, sipas dokumentave që citojnë njerëz afër saj, është paguar plot 22.000 euro. Mbaroi ajo vit, mbaroi kontrata me sukses, Bira u reklamua, Angela është paguar, por çfarë ndodhi? Më pas pronësia lëvizje e Birës Tirana dhe u mor nga familja Hasambelliu, të cilët 30 viteve 2020-2021, po nuk mund të thuhet që familja, por ndoshta edhe njerëzit që janë marrë me marketingun ose dikush tjetër, çfarë ndodhi tani? Ndodhi kjo. U rikthyen në vëmendje, rihodhën në transmetim, pa marrë dhe pa firmosur një kontratë të dytë me Angelën, një spot që ishte protagoniste Angela Martini. Kjo gjë, në fakt, është shkelje të drejtave të autorit, të imazhit e gjithçkaje tjetër që ka të drejtën e saj për ta kërkuar në gjykatë Angela Martini.